janë disa persona, pak nga informacionet që unë kam, që kanë mbritur në urgjencën e Spitalit Rajnaj të Lezhës gjatë ditës së sotme, të cilët kanë shfaqur probleme shëndetësore. Nuk e dim nëse ka qenë një tjetër revolt e këtyre emigrantëve, apo kanë shfaqur probleme shëndetësore nga ndonjë helmim, nga ndonjë problematik tjetër, apo si pasojë e mungesës, siç e thash, të lëndëve narkotike, për shkak se disa prej tyre janë përdorues. Janë përdorues të lëndëve narkotike. Avokat, bëri një fakt një mimikë e cila duke sikur ishte si gati duke u thënë, duke shprehur që ishte e pritshme. E prisje që të kishte në fakt një situatë të tillë tensione. Ne këtu bashkë kemi diskutuar dhe herë të tjera, pra kemi diskutuar dhe protokollin marrëveshjen Rama Meloni. Dhe pritesh që do përfundonte kështu. Do përfundonte kështu dhe unë po ju them që sot po konsumohet në fushat e Gjadrit apo të Shëngjinit, po konsumohet akte të pastra të shkeljes së lirive të drejtave të njerëzit. Pse do stoni ju? Pakti Rama Meloni u bë për diçka tjetër dhe përfundon për diçka tjetër. Pra u bë për të sjellë emigrant që do ndaloheshin nga anijet në det, në ujërat neutrale, dhe po përfundon që në Shqipëri po sillen njerëz me probleme me kriminalitetin në Itali ose njerëz të tjerë të cilët mendohen nga qeveria italiane, nga Ministria e Brendshme e Italisë apo dhe e Drejtësisë Italisë që kanë probleme që mund të shfaqin probleme më pas me kriminalitetin apo për sigurinë dhe rendin në Itali. Dhe kështu që e shikojnë Gjadrin tani, që ta spostojnë të gjithë personat e skeduar, që janë të skeduar nga policia dhe karabineria dhe t'i sjellin në Gjadër. Kjo është ndryshimi që është bërë ligjor, që ka bërë qeveria Giorgia Melonit, akti fundit që është bërë, për t'i sjellë në Shqipëri. Problemi i qëndron që çfarë humbet Shqipëria? Shqipëria këtu po humbet sepse ne nuk marrim para. Ne marrim një imazh të keq që i sillet të Shqipërisë. Po nuk është vetëm ky problemi. Problemi tjetër është përse ne të bënim një Guantanamo, sepse kjo është Guantanamo. Nëse do ta shikosh nga pikpamja e lirive dhe drejtat e njerëzit, ai nuk kur ndërtuan një kamp. Kampet nuk mundet të ruhen as me policë dhe personat nuk mund të jenë aty me pranga. Këtë do ta pranojmë. Dhe ky është tamam një Guantanamo që i sjellin këtu nga Italia dhe ne jemi kthyer padyshim një